Të nderuar shqiptar, përshëndetje zoti kryetari i Bashkisë. Sot organizojmë takimin e radhës të Këshillit Bashkiak. Të nderuar shqiptar, në mbështetje të nenit 53.2 dhe 4, nenin 56.2, shkronja A të ligjit 139/2015 përveç qeverisjen vendore i ndryshuar në nenet 56, 57, 58 të rregullores së funksionimit të Këshillit Bashkiak në ditë, bëjmë me dije takimin e radhës me këtë rendite. 1. Projektvendimi 26/11 fraksion 1 i kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtezuar për vllogërimin deri në 6% për periudhën 01-31 maj 26 Bashkia Mirdit. Më falni. Pika 2 e rendit ditës, projektvendimi 26/34 fraksion 1 prot i kryetarit Bashkisë për miratimin e përfitimit të ndihmës ekonomike për vllogërimin me fonde bashkie nga periudha 01-31 maj 2026 Bashkia Mirdit. Pika 3 e rendit ditës, projektvendimi numër 2028 fraksion 2 i kryetarit Bashkisë për përdorim fonde rezervë Bashkia Mirdit. Pika 4 e rendit ditës, projektvendimi numër 25/76 fraksion 1 i kryetarit Bashkisë për përdorim fond të emergjencave civile nga buxheti i vitit 26 Bashkia Mirdit. Pika 5 e rendit ditës, projektvendimi 2024 fraksion 2 prot i kryetarit Bashkisë për përdorim fonde rezervë Bashkia Mirdit. Pika 6 e rendit ditës, projektvendimi numër 24/60 fraksion 1 prot i kryetarit Bashkisë për miratimin e dokumentit të partë programit buxhetor afatmesin 27-29 Bashkia Mirdit. Pika 7 e rendit ditës, projektvendimi numër 26/49 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për përdorim fonde rezervë Bashkia Mirdit. Pika 8 e rendit ditës, projektvendimi numër 24/50 fraksion 3 kryetarit Bashkisë për miratimin e hapjes së rrugës së re automobilistike që lidh lagjen Kolsh, fshatin Fushlum me rrugën ekzistuese të zonës së rindërtimit, njësia administrative Rreshen, numër 4601 fraksion 2601 Bashkia Mirdit, më falni. Pika 9 e rendit ditës, pasqyra financiare vjetore e vitit 25 Bashkia Mirdit. Kemi dhe 3 shtesa që janë projektvendimi numër 25/98 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për përdorim fonde rezervë Bashkia Mirdit. Projektvendimi numër 11 numër 26/45 fraksion 1 për përdorim fondeve rezervë Bashkia Mirdit. Dhe pikën e fundit, pika 12, projektvendimin numër 29/93 fraksion 1 kryetarit Bashkisë për miratimin e ndryshimeve të VKB-s numër 98 datë 10/12/25 për miratimin e buxhetit të vitit 26 dhe dokumentin përfundimtar të projekt buxhetit afatmesëm 26/28 për shkak të bashkëfinancimit nga Bashkia Mirdit në masë 20% të vlerës totale të përfitimit të subvencionimit të bonusit qiras Bashkia Mirdit. Nga këto 12 pika, 11 pika prej tyre i përkasin Komisionit të Ekonomisë, kurse një është një pikë ashtu. Jeni dakord të operojmë me këtë rendite? Kush është dakord të vazhdojmë me këtë rendite? Po, se po. Florin. Kundër, miratohet rendi ditës. Kryetar,
Atëherë, Doja fjalën pas miratimit të renditës. po, Ne si grup shqiptar kemi një shqetësim pasi disa punonjës që qena vendorore e fëmijëve janë dhënë një njoftim që nuk e di për sa fat që do të shkëputen marrëdhëniet financiare. Një fjalë që do të largohen nga puna. Tani në çfarë kuadri janë merret ajo mas, do kemi shkurtime në strukturë, sepse nëse paksohen vendet e punës patjetër që do të vijnë në këshill si vendimarrje, ashtu siç edhe kur shtohen vende pune vinë përsëri në këshill. Dy prej atyre punonjësve janë ish drejtorë të arsimit në bashki, që do të thotë ata janë të arsimu plotësisht dhe nuk e di nëse doni t'i largoni sepse janë antarë të Partisë Socialiste, kjo është e gabuar. Pra, ka një projekt shkurtim strukture dhe edhe tjetër, me sa di të gjitha shërbimet që janë deleguar nga Ministritë e Linjave janë deleguar bashkë me fondin e pagave që nuk besoj se ka mungesë financash për t'i paguar sepse ato janë parashkruar në buxhet. Nëse ata nuk kanë punuar dhe kanë masa disiplinore, është problem tjetër. Pra një punës largon veten, unë e them shpesh, largon veten nga puna kur ai nuk punon. Biles mu më kanë akuzuar se kam paguar një pa punuar vetë më ka akuzuar, s'ka bën asnjë lloj pune dhe e kam paguar. Po që të punojnë mos t'i paguajmë që nuk shkon. Faleminderit. faleminderit. Atëherë, zoti kryetar. Mirë, përshëndetje të gjithëve. Në lidhje me shqetësimin që ngriti kryetari i grupit të majt, to janë drejt për drejt kompetencat që i takon kryetarit bashkisë për ndryshimet në strukturë. Numri punojësve është ai që miraton Këshilli Bashkiak dhe kryetari i bashkisë respekton atë numër të miratuar nga Këshilli Bashkiak. Normalisht që në lidhje me performancën në punë, lidhje me nevojën që ka bashkia, komuniteti dhe shërbimet të saktuara, normalisht që duke respektu ato që është më prioritare, shërbimet ndaj komunitetit, kryetari i bashkisë në çdo kohë, ashtu siç e parashikon ligji, bën ndryshimet e duhura në strukturë në përputhje me ligjet, në fuqi dhe bën ato ndryshime që shikon më domosdoshme dhe më etike për sa i përket raportit mes punojësve të bashkisë dhe shërbimeve që ofrohen komunitet. E dyta, nuk ka as pak lidhje nëse janë të majt djathtë pa parti, po të kishte qenë kjo absolutisht që do ishin larguar që në fillim kur unë kam qenë jam bërë kryetari i bashkisë. Pra nuk ka lidhje fare me forcën politike. Do të dëgjosh edhe të tjerë që janë larguar edhe ata që ti mund t'i konsiderosh djathtë. Nëse të shikoni strukturën e re të ndryshuar, ju do shihni që ndryshimi fillon që tek nënkryetarit e bashkisë, largohet një nënkryetar bashkie, pra që e kam sjellë unë, nuk e kam gjetë. Dhe kjo bëhet për një eficiencë më të madhe të strukturës së bashkisë në raport me shërbimet dhe nevojat që ka komuniteti në ato që atyre ju është ngarku apo do ngarkohet në vijim. Tjetër, këto janë ndryshime që po ta them gjithë dhe krejt sinqerisht, po t'jetë dita e fundit e imja kryetar bashkie, momentin kur shoh mos eficiencë, kur shoh që ka vende pune të cilat nuk përshtatet se nuk përputhen sa duhet me nevojat që ka komuniteti dhe do i bëja, pra po t'ishte dita e fundit e si kryetar bashkie, qoftë me të majt, qoftë me të djathtë, qoftë me të larëm, funksionet që janë në strukturën e bashkisë janë funksione për t'ju shërbyer qytetarëve. Nuk janë funksione për të bërë qoka apo për të marrë me hadër njëri apo tjetër.
Ndërsa për sa i përket fondet delegume, ato janë fonde normalisht të deleguara, por nuk prek as pak fondin delegum. Punojës arsimor ne kemi afërsisht të 100 e ca që janë me fondet deleguara, por që nuk prek fondin e delegum në kuptimin e shkurtimit të fondeve delegum. Nëse preken, shkurtohen vendet e punës, ato fonde mund transferohen për investime tek arsimi. Pra nuk ka lidhje me një shkurtim që mund të jetë nesër më pak nga fondi delegum. Por do jetë po i njëjti dhe mund të ketë më pak në kuptimin zëra fond që mund preket për paga, ndërsa mund të shtohet në atë fond të delegum, mund të shtohet zëri tek investimet. Kështu që nuk e cënon fondin delegu dhe nuk duhet të kapimi pas një fakti që janë fondet delegume apo janë fonde ato janë fonde të taksapaguesve shqiptar, mirëditor, që në fund paguhen punojësit, ofrohen shërbimet dhe aty ku tjetë domosdoshme dhe nevojshme bëhen edhe investime në arsim, qoftë në lyrje shkollash apo nevoje tjera që mund të kenë shkollat në mirëditë. Pavarësisht se numri i tyre po vazhdon dier për ditë. Kaq është përgjigjja ime. Faleminderit zoti kryetar. Po? Tani morën vetëm aty do bëhen shkurtime punojësish ke qendra kulturore? Po, patjetër që të bëhen shkurtime punojësish, sepse në fakt po të hyni thjesht për informacion. Të shikoni qendrat kulturore të fëmijëve në çdo bashki e Lezhës apo bashki të tjera. Në fakt ne ishim, si thush, pak sa më të veçantët, sepse numrin në qendrën kulturore të fëmijëve për punojës në raport me fëmijët e kishim shumë më lart se çdo bashki tjetër. Dhe nëse marrim qendrën kulturore të Lezhës, po pra kjo është. Pra ka shkurtime tek qendra kulturore e fëmijëve, nuk do ketë zëvendësime, por shkurtime të vendeve të punës në qendrën kulturore të fëmijëve. Aty ka po matët në kuptimin e asaj matët produktivitetit që kanë punojësit në punë dhe aty duhet një numër më i vogël punojësish edhe për shkak të rënjes numrit të fëmijëve në ato që ka ofron qendra kulturore e fëmijëve në raport me nevojat apo talente që ajo qendër. Ju kërkoni të paksoni punojësit tek aty qendra kulturore. Po. Pse se ke si mëshill për paksim punojësish në strukturë? Sepse paksimi i punojësve dhe shtimi i punojësve bëhet me vendim këshilli. Në strukturë. Nëse ti i heq dhe nuk i pakson me vendim këshilli, do të thotë që ata do zëvendësohen me katër tjerë. Po, në nevojat tjera që ka arsimi. Kështu që po pra. Tu nuk jena dakord, tu nuk pajtohna me ju. Tani strukturën ndërton kryetari i bashkisë. Me kompozu strukturën. Po. Por mjatimin e saj ti do ta sjellësh në këshill. Sa punës do ka nevojë bashkia për të shtuar funksionet e veta? Nëse ti mendon se mund të bësh ato funksione me më pak punës, prapë do ta sjellësh në këshill dhe i propozoj këshillit, unë s'kam lek për t'i paguar dhe duhet shkurtoj numrin e punësve. Po kjo bëhet me vendim këshilli. Nuk është Nëse ti i largon nga puna gjë se do shkurtohet vendi i punës dhe se ke punë këshill, kjo është e paligjshme. Është në përputhje me numrin që ka merituar Këshilli Bashkiak. Strukturën e ndërton kryetari nuk e ndërton këshilli. Shtimi i punojësve bëhet me vendim këshilli. Dhe në këtë rast mirë, a keni studiu, fal pak. Ne të dyshojmë. A e keni studiu strukturën e re? Ne do marrim pjesë sot tek votimi i pikave të renditës, po herën tjetër do rishikojmë qëndrimin tonë nëse ato do largohen nga puna në këtë formë. A nëse do shkurtohet në bashki në administrat 50, ke sportit 2 vet, ke kultura 3 vet, ka problem tjetër kjo, që bashkia nga 100 do merran 70 punonjës. Do jetë në përputhje me nevojat që sot mund të ketë për shërbimin. Vlerën tjetër do rishikojmë qëndrimin tonë
Jam Nëse- krejtësisht dakord që në nivellin Sepse tjetër ta keni unë i studiu përmena komplet strukturën Dy e. thash kanë qenë drejtora të arsimit në bashki. Që në fund kanë qenë dikush, dhe ti hedhësh në rrugë sot, ti hedhësh në rrugë, më fal. Edhe herë, ti hedhësh në punë, ti hedhësh me zëncu me etiket tjetër nuk shkon. Me ndroi nga tolet me inxhinierët e vet, Thash, drejtora arsimi sot janë inspektora arsimtar tek qena kulturore e Fëmijëve. Tani, Lon, Nik, Tagri dhe ajo që kryetari i bashkisë i jep ligji, absolutisht që është e drejtë ekskluzive që jep ligji kryetarit të bashkisë. Nëse ju shikoni diçka që është ndryshe vendimit Këshillit Bashkiak, që është e drejtë ekskluzive Këshillit Bashkiak që jep ligji, atëherë keni të gjithë drejtën për ta ngritur shqetësimin mbledhjen e arshme në raport me strukturën qendrore. Kesh që edhe strukturën në përgjithësi kryetarët e bashkisë duhet ta qenë këshill, edhe organograma që paraqet strukturën. Se organograma është një skicë, nuk ka skica që paraqet strukturën e bashkisë është organogram. Të dy kontrolli i shtetit ata shikojnë parën. Organograma. Po pra, por nuk miratohet në Këshill Bashkiak. Jo, sillet ato sillen. Se Për organograma informacion, paraqet strukturën. për informacion ja u sillin Paraqet kur don. strukturën. Kështu që ka raste që s'duan me sill kryetarët e bashkive. Jo, ajo është e drejtë Ata që i jep- sillen në fakt. që i jep Tagrin. Edhe thot struktura e bashkisë, kryetari, një kryetari se ty sekretar, drejtora, fillon piramida Po pra, po nuk miratohet në Këshill Bashkiak. numrin e punuesve në strukturën e bashkisë. Thjesht po ndryshon sektore. do t'i kalojnë nga një pozicion tjetër këta. I ndryshon skema. Ne vazhdoni. Ashtu është. Numri është i madh. Do t'ju lutem, Absolut. Kjo është. Nuk preket numri i miratuar nga Këshilli. Të shiko, ata kanë të gjithë Tagrin, Shu njoftimi për t'u larguar. ata kanë të gjithë Tagrin të aplikojnë në çdo vend të ri që hapet në strukturën e re. Tani kryetari dhe herë, kodi i punës në Republikën e Shqipërisë ka parashikuar rastet ku largohet një punës nga puna. Dhe ndër tjera është kur shkurtohet vendi i punës me vendim. Pra nëse nuk shkurtohet me vendim, është në kundërshtim me ligj, se e ka përcaktuar pikat. Pra, lënë rastin kur del në pension. Rastet e tjera janë në mënyrë specifike të shkruar aty. Pra nëse ti do ta largosh nga puna, a mund ta kalosh një detyrë tjetër apo problem tjetër ky. Por për ta larguar nga puna, Momenti momenti që ai dhe kjo part me vendim. Po pra, momenti që ai vend pune shkurtohet, normalisht që secili punojës që preket, trajtohet sipas ligjit 1 dhe 2, çdo vend që krijohet ka drejtën për të aplikuar. Po nuk shkurtohet. Përputhje me arsimimin, po. Ky do me shkurtu 4 vende pune, do të bëjë vendimin. Nuk shkurtohen me urdhër ato. Ai largohen nga puna me urdhër, po jo pozicionet e punës me urdhër. Ato bëhen me vendime. Po pra, është marrë vendim për ndryshimin e strukturë. Vazhdojmë në... Nga një me specialist, ta që është psikolog. Po është e nevojshme. Në rastin kryqësit janë ikur në shkelje të ligjit, unë i ftoj që të bëjnë rekurs, i drejtojnë gjykatës dhe Po kanë gjithë drejtën. kanë të drejta bëjnë të gjë. Ajo që më bit mua është se të deshën 3 vjet për ta Jo, kuptuar nuk ka se një nevojë. institucion që është shumë gjitur këtu, që nga jo fuqia, janë shumë 3 vjet. Jo, ka rënien numrit të fëmijëve gradualisht to gjerë dhe nuk ka se duhen 3 vjet për ta kuptuar. Nga që përnon mandatin e liderisë. Natyrisht, kjo duket si goditje politike, po në fund ditës me radhë është kjo punë, njërë godit tjetë, njërë godit si godasin këta.
Aty janë prek edhe të djathtë. Pra, ligjë Janë prek edhe. Çika ime është kjo. Ku shkojnë fondet që janë parashikuar për pagat e këtyre? Sepse përderisa këto janë të parashikuar, është një fond që duhet shpenzohet, është Po. fondi deleguar ku shkojnë këto fonde. Kjo është fondi kushtuar vetëm për arsimin. Qëndron te arsimi sërish për nevoja tjera të arsimit. Po. Po me punonjësit e konviktit, fondet që ishin parashikuar për punonjësit e konviktit dhe konvikti u mbyll në rrugë. Vazhdojnë të jenë punojës në shërbim të arsimit dhe vazhdojnë të jenë janë shërbim të arsimit, po. Janë. Pyetja tjetër, a është publiku struktura në faqen zyrtare të bashkisë? Besoj akoma jo, derisa të shkojnë në fund të Dhe një diçka tjetër, kështu që ju lutem shumë kush e ka ndorë ta publikojë strukturën që njerëzit ta shohin. po, ajo është detyrimisht e Reformuar sepse natyrisht ajo që ka bërë përshtypje mua është rritja jo proporcionale e numrit përgjegjësve në çdo sektor, ka sektor që ka përgjegjës me vetë e vet, kështu që vetë përgjegjës vetë jas, specialist. nuk është. Kjo ishte batut, po me një vetë, me dy. Këto një përgjegjës Jo, me dy. ka përgjegjës me dy, po ka përgjegjës me dy. Po kështu është Ka një me sa më kanë thonë, sepse në fund ditës nuk i shpikun informacionet, më thonë që ka njerëz që bëjnë punë të tjera janë të shkruar në pozicione të tjera. E kjo nuk ju shërben atyre, por mendoj se do të jetë diçka që prish punë ecjen karriera, ku diun se një funksion bën realisht dhe një funksion është shkruar në strukturë. Përgjithsisht kjo mund të jetë vetëm tek shërbimet që mund Është edhe në administratë. nuk punë të caktuara që i ngarkohen për shembull në momente të caktuara. Jo, dakor. Nëse unë jam arkiviste, nuk kam se si të shkruhem një pozicion tjetër, se mora një Ja, të ta shpjegoj këtë. Ndodh që gjatë periudhës së caktuar të vitit, një punojës bie pesha e punës e rendimentit, jo rendimentit, por pesha e punës që kanë përditshmëri dhe i caktohet një punë tjetër që të mos rri në pritje të momentit kur ka punën e vet caktuar, i caktohet një punë që ta kryej për një periudhë të caktuar. Ata sa kohen vetë, unë e them si shqetësim përgjithshëm, që nëse kanë ankesa ta kohen vetë një pyetje. Dhe një tjetër gjë, ju mendoni, është një pyetje, se i paguni njerëzit në bazë vërtet të shkollimit dhe përgatitjes që kanë, sepse del një lloj, është një lloj kakofonie që njerëz të pashkolluar, kur them pashkolluar them dhe ata që janë në kristal, me gjithë respektin pro kristalin, në mora shenjë në kristal, dhe drejtora përgjegjës, ku diun njerëz të cilët ndoshta janë të shkolluar nuk vlerësohen nga ana monetare ashtu siç duhet. Ti mendon që ke vënë peshën e duhur punonjësve të tuaj të administratë nga ana monetare, i vlerëson nga ana monetare sipas përgatitjes apo sipas politikës apo ministrisë? Jo, shiko, vetëm se pagat nuk mund të jenë në bazë të dëshirës dikujt. Ato janë bazë të ligjit, Gert, dhe për këta mund të flasi qoftë Vjolca, qoftë Flora, që janë edhe financieret. Normalisht që janë disa kritere që vlerësohen kur merr pagën i punojës. Qoftë niveli i arsimimit, vjetërsi janë punë, janë disa kritere që janë ligjore që parashikohen dhe vlerësohen në bazë të dokumentacionit që një punonjës sjell në momentin që ai lidh kontratën me bashkinë. Mund të jetë realisht ka disa që për shembull janë anku qoftë edhe tek kontrolli i lartë të shtetit që ishte tani, për shkak se ishte përgjegjës dhe pagën e merrti si specialist, po është për shkak se ai nuk ka master shkencor siç e parashikon ligji për përgjegjësat, po paguhet me pagën e specialist pavarësisht se punën bën të përgjegjës. Po mund ndodh edhe për nevoja. Po ndoshta i kemi master profesional, por nuk i nifet. Dhe faleminderit kryetar. Vazhdojmë. Po, lega? Tani ne jemi këtu para faktit që ndodhin të gjëra bashki, ju si merrni
e opinionit. Ne si shqiptarë nuk kemi ndjerisë, po këtë vizë kush vjen kush vjen. Kemi kërkuar disa herë informacion dhe po të kërkojmë të sot. Që të kemi ndryshim, efektivitet, eficiencë për sektor të ndryshëm, Bashkia e Mirdit ka mund një sektor audit të brendshëm, që raporton te Kryetari i Bashkisë. Atë raport të auditit brendshëm të Kryetarit të Bashkisë na e sjell për një orë shiu. Tash, nëse vërtet sektori i qendrës kulturore të fëmijëve, që të vërtet është një sektor me shumë efektivitet dhe eficiencë. Edhe fëmijët disa herë ka marrë pjesë aty në lodra, në arkitekturë, në argjit, në vizatime dhe shqyr që e kemi, me kushte moderne, me staf të kualifikuar. Dhe vazhdojmë. Jemi përshëndës si këshilltar për sa i përket konviktit të përshëndës dhe konviktit të fëmijëve. Ata ka punës me drejtën e tyre, duhet jetë punë dhe i kemi vlerësuar punën. Po që të heqim. Dhe kompletisht këto persona me shumë ofsi dhe vitën në punë bashki, ju nuk thoni politikë, merë në sektor. Bashkëpunimit tonë si këshilltar e keni pas mjaftim. Dhe nuk e kemi pas si rezultat që fitën dhe në Facebook bashkimi i 13 vjetën e Kutadlun, misfia që mund kemu në Aleksandr Bicakun apo me tonë, por e kemi bon bashkëpunimit në të mirë qytetarë. Tani, qëse në tarë, kërkohet që ne të fillojmë të dëtëm të mirë dhe qytetarët se të preke. Dhe të fillojmë të bëjmë të mirë për partinë dogmatike, kjo nuk ndihmon mirë, as ne, as ne. Pra dhe, deri në dhe tjetër, të reflektojmë, do të kërkoja një raport auditit të brendshëm. Përse e përket këtyre kompletisht qendrës kulturore të fëmijëve dhe konviktit rrëshëm me punës, me konviktor dhe aty të shojmë efektivitet, eficiencë. Mirë, do të baj vetëm ndërhyrje jo Lek. Vetëm ndërhyrje, jo, ideja është këtu. Jo, ja kuptoj shumë mirë. Tani ideja është edhe këtu. Tani nëse do të ishte politike, lutem. Nëse do ishte politike, lutem, o mentor. Nëse do ishte ta mbaroj këtë dhe vazhdoni. Nëse do ishte politike, ta garantoj që do ishte që ditën e parë fillimit mandatit tim. Normalisht që duke qenë një rreth i vogël me shumë halle, probleme, shqetësime, normalisht që kryetari i bashkisë vetë në vështirësi për sa i përket shkurtimit vendeve të punës, sepse para janë kontingjenti i parë që mund të largohen, ata njerëz që ti mund të shpusësh nga puna nesër. E dyta, dhe që realisht është shumë esenciale nëse do i pyesni pak kudo që preket apo nëse ju ankohen. Vetëm pyetni pak, ju ka kërku kryetari i bashkisë që nëse puna që ju është saktuar nuk ka një rendiment sa duhet në raport me bashkinë dhe komunitetin, ju lutem që ta bëjmë më efektive pozicion të në punës. Hajde të ndërtojmë në përputhje me nevojat që ka bashkia dhe në përputhje me arsimimin tuaj, hajde të ndërtojmë një strukturë që t'ju shërbeje komunitetit pa prek asnjë. Jo a kam kërku ka një vit, jo a kam kërku pas 6 muajve sërish, asil reagim. Më falë, nëse ti e shef që ajo punë që tash ngarku, nuk është vetëm ti është ke puna 8-4. Është që në 8-4 të shërbesh për një punë. Dhe këto ja kam kërku se cilin nga stafi bashkisë, të majtë, djathë, të larëm, që tjenë dhe që... Ato të mirë konviktit dhe të vinë të qenë kulturore dhe të jemi të efektivitet. Çështja është, shiko, qendra kulturore fëmijëve, nëse hyni o Lek, tani të kalojmë pak për teja asaj që është. Nëse hyni në detaje, ja ta them unë se më semas. Nëse hyni në detaje të qendra kulturore fëmijëve, ke pas 6 punojës marru gjule tërsi. A është normale? Ma thujti. Qendra kulturore fëmijëve duhet jetë shpërndar në gjithë profesion.
Mu habit fakti pse ju nuk ka shumë, jo pse e ke bërë, që t'jem shumë e sinqerë. Duhet ta kishe bërë që në fillim, me pa eficiencën, me pa e pa në fillim. Prapë se prapë ju kam dhënë këtë tagrin dhe shansin për të qenë mirë. Kërkoja në pak se s'po përmen emra, se s'ashtë mirë me përmen emra, po kërkoni me qënë se janë të majtë, me qënë se janë të majtë, me qënë se janë njërës që njëfni ma shumë se sa unë, kërkoja një pak sa është numri i fëmijëve që keni trajtu për vitin e fundit, vetëm kaq. Ata s'na takon me Jo, kërkon. ore jo kërkoni që të kanë gojë për ta. Pina thuj ne me cili është barometri. Po këtë tashën, një ta thash mirë, Do me thash thënë nuk një. e bas një aktivitet si pas teje në për fëmijëve dhe nuk Bazë të profesioneve që kanë. Se aty ke për shembull dy punojës që aty ke dy punojës që janë full time në Si janë majtë të tjere këto? Vjen kontrolli lartë i shtetit. Flu të fëmijët të diskutu. Kur vjen, nëse janë njerëz që janë paguajtur për shkak se s'kan pas arsimin i përkatës, pse janë paguajtur? Jo, kanë pas arsimin, por nuk kanë pas arsimin në kuptimin jo shpërndarje për qendrën kulturore të fëmijëve. Do të marrin 10.000 mirëditës aktivitete në vazhdim, se Po do nëse të shparkon do të thotë që s'ka aktivitete. Po patjetër, do të ketë aktivitete dhe më Po shumë. kush do t'i bëjë aktivitetet tash? Ato që do jenë. Ata që do jenë. Që Pra nuk mund thonë që shkrihet- fondet janë specifikisht për qendrën kulturore, nuk mund tjetër Jo, sot. janë për arsim, Ah, okay. jo për qendrën kulturore. Atëherë vazhdojmë më tej. Të një më thash njësa nga kodi i punës dhe asaj i rrini përsëri. Pra, një institucion është mbyllur në rubrik, që është konvim. Po ne s'kemi thënë që t'i hesi. Që gjendet në një formë tjetër për t'u ngarku me Po, punë. dhe Që ato i kemi, po. ata t'jenë të dobishëm, duke e marrë, sepse mbyllin financat e një familje që se ne e largëmi nga punë. Pra, aty ku është mbyllur një institucion që shumë mirë mund t'ishte pa shkurtimi, ne se këta po, pse duhet ta bëjmë këtu që institucioni smyllet? Po nuk Atëherë, ka lidhje me kujta, ta pas bashkëpunojmë. fundit punën do bëj shkurtim dhe bie për vendim këtu. Pra, ti nëse nuk e bën për vendim, ti ke shumë drejt nesër me zëvendësimin tjetër. Ata kanë Se ke vendin të lirë Po pas. pra, shiko, në strukturë do Që sa të pranojnë në strukturë do ketë me vene të mira. ashtu. Dhe Se i kthen që ka ata gjithë prapë. Ata do të ndjekin patjetër për Atëherë Atëherë, i nderuar lënë, nuk di se sa kanë me shkollën, të lutem. E gjithë vendimarrja, e gjithë qëndrimi, e tha dhe le, qëndrimi këshilltarëve të majë, si grup total, ka qenë në të gjitha rastet për të mos e bllokuar bashkinë në interes të qytetarëve dhe mos nuk i asil si me qenë opozitarë. Po pra, po kërkesë llogarie për eficiencën në punë të administratës e keni pas vazhdimisht. Dhe shumë mirë keni bërë. Dhe kjo është ajo që dhe jo, janë shumë sektor që janë prek, ti mendon se jo, po. Pra të gjithë vendimarrja jonë ka qenë në përputhje me interesat e qytetarëve dhe për të dhënë ty mbështetje për të punuar. Falenderoj. Por nëse një institucion nuk është në eficiencë, Normalisht do të thotë që do bëhen ndryshime aty ku s'ka sepse dy nga ato ish drejtorë, njëri ka marrë letërsi, tjetri histori gjeografi. Nuk janë të dy me dy letërsi. Jo, nuk po Mirë them. njëri që çka me dy letërsi dhe janë shumë me dy letërsi. Po ky historisë. Soni i kam pas në thënë s'ke qytetin, i di se që kanë marrë. S'ka heq më të përgjës, jo. Asë, pastrusi, edhe pastrusi. a mund të vazhdojmë faleminderit zoti kryetar. Atë ke lejon sepse Kështu që Atëherë, nëse jo për presion, por nëse ndodh një gjë atje që është në kundërshtim me kodin e punës dhe ligjin për qeverisin vendore, kanë gjithë drejtën që ka ne të totalisht kemi qëndrimin tonë në përputhje me ligjin. është sistemi gjyqësor që mbron secilin Përputhje me ligjin. është probleme. faleminderit. Do doja vetëm diçka, Vetat ligjore unë jam mbështet Nëse ka- talonit automatikisht majoret. nëse ka një pyetje, se po do duhet me lëviz për arsye pune.
do të prek vetëm një, mos gaboja, është fondi për emergjencat civile që është prek, që mund keni një pyetje në lidhje me atë, të tjerat i shikoni, i shqyrtoni edhe duke okej, për këtë desha të Unë desha të di ky objekt në inventarin e kuj është dhe të financës dhe au lejohet në qëse nuk është në inventarin e pronë të bashkisat, lejohet të dërimi fondeve të objektet e tjera, se nuk ka përgjira për investimit të bëhet, se është një domosdoshëm. Është qëse se keni një inventar ju si bashki, a lejohet kjo që më ju të investimet të objektet e tjera? Që lejohet me emergjencat lejohet, për shkak se e para aty është bani dëgjes publike, Gerda ka qenë, nuk e di e ka qenë ti kush tjetër, për shembjen e urës automobilistike në Rubik, e cila mund dhe do sjellë patjetër do sjellë pasojë sepse kërkon 20 muaj kohë për të ndërtuar reja. Dhe minimalisht ne si bashki duhet të merrnim dhe duhet marrim disa masa për sa i përket minimalisht kalimit të këmbësorëve nga njëra anë nga ana tjetër e lumit në lidhje me autostradën dhe me Rubikun, por edhe në banorët të lagjës Paraspur që janë në krahun tjetër të Rubikut. Dhe e kemi gjykuar të domosdoshme ndërhyrjen në riparimin një farë mënyrë e rikonstruksion minimal, se me aq fond një rikonstruksion minimal më mbahet i urës këmbësore të Rubikut, që është poshtë kishës, në mënyrë që ta bëjmë të aksesueshme lëvizjen e këmbësorëve nga njëra anë në anën tjetër. Dhe edhe realisht ka qenë një kërkesë e vazhdueshme edhe banorëve, por meqense momenti ishte që po shkputet do të prishet ura automobilistike, ishte domosdoshme dhe mendoj që është emergjente që të ndërhyjmë për ta rikonstruktuar që ajo urë të jetë e kalueshme dhe funksionale për nevojat e qytetarëve. Është bani preventiv. Do shemet e gjithura dhe në fakt kemi 4 muaj kohë për të rikonstruktuar këtë urë dhe për të mbyllë hyrjen veriore të Rubikut, që në farë mënyrë do lehtësoj edhe ajo, pavarësisht që nuk lehtëson ata që dalin nga Rubiku, pra qytetarët që do dalin nga Rubiku për të hyrë në autostradë, do duhet ose të vinë në Milot, te ura e Milotit, ose të kthehen dhe të vinë në Rëshën, tek mbikalimin Rëshën që të hynë në aksin tjetër të rrugës që lëviz Rëshën-Tiranë ose Rubik-Tiranë. Kjo është vështirësia që do kenë, patjetër që do preket turizmin në katundin e vjetër, do preken dhe do vështirësohen shumë qytetarët, por duke qenë se ajo urë është në një gjendje realisht katastrofike, është kërku dhe është domosdoshme ndërhyrja dhe shembja për të ndërtuar në re. Këtë urë e ndërtohet me investimet të Bankës Botërore dhe me ndërhyrjen e ARSH-s, e cila ka bërë projektin, e ka prezantuar dhe besoj se brenda 4 muajve do shembet ura vjetër dhe do fillojë rindërtimi ose ndërtimi i urës së re poshtë kishës. Po, Gundar, ne diskutuam Komisionin e Ekonomisë këtë projekt. Në të vërtetën jemi konfuz. Jemi gjithë që të investim të parë. Po këtë investim ka një projekt që nga vjen ne me përgatitje arpata metalike me profile, saltim profile metalike, lamarin me zezë, vida beton. Me 2.100.000 lekra investim ose 20 milion lekra. Përsa e përket të investim është i mjaftueshëm në pamjen figurative. Por po shkrim ndërtura, ne kemi themelin të talla dhe aty është një investim, do na dalin si investimet e urës, që investojmë në ura dhe nuk kemi themelin. Të merren seriozisht ky, janë kërkon investim në themel.
por që të shkojnë nga lek, pa, ose në rëzëku dhe njerëzit, me të në natur, ose shokë të gjithë. Por që a jemi për këtë investim, ose në gjithë kemi të gjithë, u ka bërë më shumë, të papëtën në të vetë. Tani, kemi... Ta them diçka. është për shkak të erosionit të rrugës, do shkëndë të kjo Tash Dakor. diçka para se Klasët e përgjigjesh tjera, sepse është në linjë me ju keni të drejtë për atë çka thoni, por në lidhje me këtë argument është bërë një dëgjesë publike dhe unë natyrisht nuk ngele gjë tjetër veç që t'ju them merrni pjesë në dëgjesat publike sepse është e zauru në mënyrë 100% e gjithë kjo çështje. Do kishte qenë mirë që Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe ata që bëjnë urën të kishin futur dhe urën e këmbësorëve në projekt. Edhe bashkia nuk që e mos të kërkuan. pagunte asnjë lek. Kupton? Dhe ata kanë sjell një projekt të cunguar. Ç'a do bëjmë? Do të lejmë pa bë t'i lam para skurin të izoluam. Kështu që është një projekt që fatkeqësisht duhet gjendet nga buxheti bashkiak. Se si do të shkojë, si do të jetë puna, nuk e di, por Atëherë, tani, ne kemi lek për të shku në linjën e asaj që ngrite dhe mbylla nuk ju marko. Shqetësimi që ngren lek është i drejtë, sepse realisht për shembull, po ta shohësh në pamje të parë, ajo mund të jetë e rrezikshme. Por jashtë bën një studim inxhinierik, jashtë pa projekti i vjetër kur është ndërtu, normalisht që ato kamat blindat janë shumë thellë, kalon 25 metra ato tuba që i shikon ashtu janë në thellësi të lumit. Ama ajo që ne pas kësaj ndërhyrje që do bëjmë për si thush pasarelen, kalimin e këmbësorëve, në bashkëpunim me firmën e cila do ndërtojë urën, do rikonstruktojmë dhe të mbrojmë edhe kamën ose 2-3 kamat e urës që janë të këmbësorëve. Kështu që është pa edhe në këtë prizëm, edhe në një studim po themi inxhinierik minimal që është ba, po besoj i mjaftueshëm për të parë rrezikshmërinë e saj që nuk është në gjendje për të qenë e rrezikshme. Nëse rikonstruktohet, rregullohet dhe kamat mbrohen në një farë mënyre, normalisht që ajo është në gjendje të mirë për të qenë për këmbësorë. Këmbësorët edhe sot në atë gjendje, po të shkosh shpesh atje, gjen peshkatar duke kalu edhe pse është në atë gjendje, i shef duke përdor për të kalu. Faleminderit zoti kryetar. Një tjetër edhe një shkutër që ka lidhje me shkollat. Një minutë Unë zoj. jam juaj, unë jam mes. Është parashi Grupi i Majtë nuk është absolutisht puna e urës dhe për ta bërë koncesionin. Por thoni thash, në pronësi kujtash. Nëse s'është në pronësi të bashkisë, pse mos kërkohet edhe transferimi në pronat e bashkisë? Sepse nëse hedh lek në një objekt, pas është i joti, nuk është e drejtë. Pra me këtë rast, kërkoni që edhe pa transferimi ke institucioni që varet, nga cili institucion varet. Sepse në të tilla rast edhe kena pas eksperjenca të tjera, edhe zona e rindërtimit. Nuk është leju firma për të punu pa u transferu prona ke bashkia. Ose kur kemi pa për zjarr fiksin që i na mbledh jashtë rrave. Pra kena bën kërkesë që transferohet edhe për varrezat ke kalimi e tjerë. Pra janë disa gjëra që nëse kalem eksperjenca, pse duhet i përsërisim përsëri? Jam dakord me ty, janë kërkesa që duhet dhe do bëhen. Janë kërkesa që duhet dhe do bëhen. Merrem edhe me mirëmbajtjen. E vetmja çështje që zakonisht është problematike është vonesa në daljen e VKM-ve për sa i përket transferimit të. pse unë jo? Faleminderit zoti kryetar. Rufe. Kemi parashikuar në buxhet shpërblimet për nxënësit e klasave 9 vjeçare, desha me ditë se në cilën fazë jemi dhe si sepse këtë, ndoshta na e thotë çfarë pastaj dhe kisha një kërkesë për ju. Gjimnazi i Rëshen na ka depozituar një kërkesë për libra, të cilat atyre ju duhen i kanë të domosdoshme në kurrikulum, ne do t'i çojmë ke biblioteka e qytetit në rast se projekti shkon në port, kur i thonë. Ne do t'i çojmë te qytetit sepse në mënyrë që të kenë akses gjithë, por ekskluzivitetin do t'i ketë gjimnazi. Janë libra që ju duhen për maturën shtetërore, janë libra domosdoshëm që nuk i ka biblioteka e qytetit as biblioteka e shkollës. Ato kanë bërë një kërkesë caktuar, e cila
nga një preventiv shkon ke 1,5 milion lek të vjetra. Do të propozoja që këto kërkesë dhe këto libra të shkojnë pak dhe nga një kopje të gjithë gjimnazeve që janë, që se di se tash se sa janë, të shkoj dhe Rubiku, të shkoj dhe pak dhe nga një kopje, kërkoj mbështetjen tënde në këtë projekt, sepse ta bëjmë pak të në shtator, zoti Sander e di. Të lutem, jam krejtësisht dakord, na mbani shënim dhe pastaj Kur ta ndjekim hap pas hapi. sistemojmë Në vazhdimsi. Faleminderit. Faleminderit. Atëherë, a mund të vazhdojmë zoti kryetar? A do më jepni, unë do më duhet me lëviz. Ju uroj punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit për diskutimet. Miru takofshim. Atëherë, si që thash edhe në fillim terës, nga 12 pika, 11 janë të Komisionit të Ekonomisë, fjalën e ka në kryetari i Komisionit të Ekonomisë, zoti Frandreja, për të gjithë pikat që atëherë, kush është dakord për miratimin e ndihmës ekonomike nga fondi kushtëzuar në radhë. Miratohet, faleminderit. Atëherë miratimin e ndihmës ekonomike për blok ndihmën me fondet e bashkisë, kush është dakord? Faleminderit, miratohet. Atëherë ke pika 3 e rendit ditës. Komisioni ka vendosur të bëjë ndryshim për nga 100.000. Po gjithë apo të kemi Kush është pro? Abstenim kundër? Miratohet. Pika 4 e rendit ditës për miratimin e fondin e emergjencave civile. Kush është pro? Abstenim kundër? Miratohet. Po, për fondë rezervë Bashkia Mirdit. Komisioni Ekonomisë vendosi ta kalojë. Unë do të bëja një këshill kisha për administratën e bashkisë, se u bë viti 3. Sot është vita që bën 3 vjet këshill. Dhe administrata e bashkisë do të thënë se 3 vjet është i vetmi projekt vendim që vjen sipas ligjit të thotë me raport me dokumente shoqërore. Ai ka burë edhe unë, punë re, është vërtet. Atëherë kush është dakord? Faleminderit, miratohet. Njiste 4-60 për miratimin e dokumentit parë të programit buxhetor afat mesën 27-29. Kush është? Ne gjumat e profesorëve Financës. Ose si që thonë shumë prej buxhetit vitit 2007-2009, unë përveç të kisha një vërejtje, të cilët u apërtoha që të reflektojnë, sepse fondet nuk mund të vinë ullje, si fondi parë në fondet e tjera, nuk mund të jetë plani vitit 2029 më i vogël sa realizimi 2026, ose parashikimi 2027 dhe 2028. Në këtë rrugë që do të bëjmë perspektivën për ta. Kush ke këto komision nga këshilla? Atëherë kush? Një vazhdimisht kryetar. Po? Shumë si shtatrani i Komisionit Ekonomisë për diskutuar këtë pikë, dhe ra në akord që sepse kjo do vjeni prapë edhe vitin tjetër. Por njëkohësisht kërkesa ime është edhe për sa i përket target. Janë një rritje minimale. Ashtu siç kërkohet me të drejtë dhe rritet edhe nga ana e qeverisë
mënyrë progresive të jeni vit pas viti, dhe Që ke edhe të ardhur në bukim. pasi jemi me një rritje modeste jashtë të vogël. Faleminderit. Kush është pro? Abstenim kundër, miratohet, faleminderit. Kalojmë me pikën 7 të renditditës për përdorim fonde rezervë. Një minutë, lutem. Kujtoni kjo familja viti 3 që një miratën, duke pas parasysh probleme familjare që ka të familje, ne kemi vendosur se edhe ta lësë të Kush është pro? Miratohet, faleminderit. Atëherë kalojmë me pikën, apo të mbaroj e Frani, me pikën 9 të renditditës. 8, atëherë miratimin e hapjes rrugës automobilistike. Kush është pro? bëjmë në zhvillimit. Tash pika 8 është Po pra, rrugës, pika 8. Ta kalojmë bazë të renditditës. Atëherë kush është pro kësaj pikës 8 të renditditës për rrugën? Abstenim kundër, faleminderit, miratohet. Atëherë kemi pasqyrën financiare, pika 9 e renditditës. pasqyra financiare janë vetëm për lojë, sepse ne kena ne saktojmë miratoj ministria dhe gazetarë. A mund t'i bëj unë një dy pyetje? Po? Ja dy paqartësi si kam këtu. Lidhje me investimet në proces. Llogaria 231 thot paraqitet me 22 milion lekë e 300 thot. Ndërsa Thesari raporton 93 milion lekë investime. Pyetja e parë. Pyetja e dytë është Deficiti neto i bashkisë për vitin 2025 është minus 373 milion lekë. Pse not kjo punë? Unë e kam pas kompjuter se kam këtu. Deficit për vitin 373 milion lekë 120.622. 2. E treta i gjë që më bën përshtypje mu të investimet. Investime thot 95% investimeve lidhet vetëm me një objekt, që është rruga Jezu. 21 milion lekë, pastaj vijnë tjera. Pse kolaudimi apo mbikëqyrja edhe kësaj rrugë figurojnë akoma të investimet në proces? Në një kohë kur ti ke kolaudu një rrugë, pse do ta lesh prapë të investimet në proces? Se u bom lansh. Ka që kisha i herë, se s'kam po. Po? Se sot në projektimet e Këshillit Bashkiak nuk është paraqit një rrugë që është me financim njësinë administrative fondë të kësaj. Nuk është paraqit. Është paraqit. Tashi unë kërkova drejtorin e atij sektori, por i doli një punë urgjente dhe u largu. Po ai do t'japi shpjegim për këtë gjë. Atëherë a vazhdojmë me pikën tjetër të renditditës sa ekonomistët përgatiten? Atëherë pika 10 e renditditës për miratimin e fond rezervë. Kush është pro? Pika 10. Komisioni i Ekonomisë ka vendosur duke marrë parasysh vendim të parë se mund të bashkas në shoqëtar, e cila në pasetin e parë kërkesë të milion lekë të vjetra dhe jam miratuar. Por në puna vitin e dytë na bëni kërkesë për 2.3 milion lekë ose 23 milion lekë vjetra. Duke qenë se ne nuk jemi miratuar, bëni kërkesë tjetër prapë milion lekë. Atë duke marrë shkas nga ato. Ta gjej edhe thamë se nuk di me gjetë. Ne kena vendosur këtë gjë. Që asnjë
fondit mirator, por ne po të kaloj se jo ka Eh, argumentues për sa të përdoret. Okej. Bon, çfarë shërbimi ka bërë? Okej. Kush është pro? Faleminderit, miratohet. Pika 11 e rendititës fond rezerv. Kush është dakord? Frani. Bon. Miratohet, faleminderit. Atëre pika 12 e rendititës. Faqja 13 e kemi deficitin. Një ndryshim në VKB. Frani, okej, kush është dakord? Faleminderit, miratohet. Atëherë do vi uru një ditë të mbarë gjithëve. Ju uroj suksese.